Se si lëvizjeve të vendosje ka diskutime, ka pasur, ne kemi pas partnerët e drejtanishëm pra Partinë Guxo dhe Partinë Alternativa që si rezultat i bashkëpunimit shumë të mirë që kemi pas, besoj që ka gatishmëri që të vazhdohet tutje, ndërka sa i përket bashkëpunimeve të reja, po besoj mbetet të shihet dhe i takon edhe subjektit që të deklarohet për këto çështje. Tash duhet të shohim që gjejmë buxhetin, sepse siç e dini nuk kanë qenë të buxhetuara këto zgjedhje të parakohshme. Pra është situatë ku ka mungesë buxheti dhe duhet gjejmë kursime të tjera dhe të shohim për të siguruar mjetet e nevojshme për organizimin e sa më të mirë të zgjedhjeve. Deri tash është pritur se është dashur ta kryejë kuvendi. Pra PDK, LDK dhe AK nisma kanë refuzuar kategorikisht dhe nuk ka pasur asnjë arsye, asnjë pengesë ligjore që ta kryenin detyrën e tyre, pra të themelohej Komisioni për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Republikës Kosovës, i cili është përgjegjës pra për miratimin e alokimit të buxhetit për ETK-n. Meqense se kjo dështoi dhe kemi situatë emergjente, e cila duhet të trajtohej, si qeveri na është dashur pra që të marrim mjete nga organizata tjera buxhetore për të siguruar pra buxhetin apo ndarjen për buxhetin e RTK-s, në vend se të shfrytëzoj buxheti i cili është i paraparë me ligj për RTK-n. Më vjen mirë që më në fund pra po i vje fundi edhe farsës së prezantuar tash sa ditë nga ana e komunës së Prishtinës, sa i përket edhe mjeteve dhe hyrave vetanake të cilat mund të shfrytëzohen për të paguar faturat e mbetura. Sot, me sa di, është seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal, e cila do të miratoj pra alokimin e ndarjeve nga hyrat vetanake, të cilat do të mund të shfrytëzoheshin për të paguar faturat e prapambetura sa i përket trafikut urban, por edhe operatorëve tjerë privat. Por më duhet të theksoj faktin këtu që ky ka qenë një problem i vetë shkaktuar, pra s'ka pas fare të bëjë me buxhet. Komuna e Prishtinës, teksa po flasim tash, e ka pasur të alokuar buxhetin sa i përket kategorisë mallra dhe shërbime, të plotë. Pra ka qenë te kalimi i buxhetit, ai që e ka shkaktu problemin, sepse Komuna e Prishtinës, saktësisht kryetari i Komunës së Prishtinës, ka hyrë në obligime pa mbulesë buxhetore, gjë që është shkelje e ligjit për menaxhimin e financave publike, dhe do duhet të jepte llogari për këtë çështje. Duke hyrë në obligime pa mbulesë, duke liru kategoritë caktuara të qytetarëve për të mos pagu bileta, dhe ka marrë përsipër ato obligime si komunë për pa e pas buxhetin. Kemi pasur të bëjmë me një fushat të LDK-s të udhëhequr në kurriz të qytetarëve të Komunës Prishtinës.